Ky libër nuk është një përmbledhje formulash për qoka, por një dokument politik. Këto tekste u janë drejtuar kryesisht, por jo ekskluzivisht, muslimanëve shqiptar. Ato që thuhen në këto përshëndetje na e bëjnë të pamundur t'i neglizhojmë thjesht si retorike prodhuar për përdorim politik të momentit. Në to gjejmë nga një fjalim në tjetrin prezantimin e një vizioni transformues mbi marrëdhënien midis shtetit dhe fesë në Shqipëri, e përkitazi Islamit. Qysh nga Kristoforidi e Këndej, ideatorët e shtetit modern shqiptar e kanë parë Islamin si problem politik që duhet të i kaluar, gjë kjo e diktuar nga gjeopolitikat e kohës. Projekti i shtetit është ndërtuar mbi imagjinatën politike të shqiptarëve, të gjendur në një udhëtim drejt Europës e Perëndimit, si edhe në luftë shekullore ndaj lindjes e Islamit, kategori këto shpesh të ndërlidhura me njëra tjetrën. Dikotomia kundërshtuese midis Islamit dhe Europës e ka shoqëruar shqiptarin modern si një tension i brendshëm, si një paradoks. Studiuesit e shkencave sociale dhe historian mund të problematizojnë ngurtësinë reduktuese të këtij botkuptimi, por imagjinata kolektive rrallë herë toleron kompleksitetin. Në këtë libër, kryeministri i Shqipërisë flet për Islamin e shqiptarëve përtej këtij problematizimi. Islami për të cilin ai flet gjendet përtej reduktimit gjeografik lindje-perëndim. Kjo qasje nuk ka si të mos jetë edhe qasja e muslimanëve shqiptar. Në kapitullin e dritës në Kur'an thuhet: drita e Zotit nuk i përket ekskluzivisht lindjes apo perëndimit. Vizioni politik mbi fenë në Shqipëri, i artikuluar nga Zotri Rama, duket se demonstron vetbesimin politik bashkëkohor, se ankthi i periudhës fillestare të shtetit shqiptar, periudhës së infantilitetit, nëse mund ta themi kështu, ai ankth që diktonte kuptimin mbi Islamin e shqiptarëve si një ngërç historik, është të i kaluar. Përrjedhoj, vizioni që gjejmë në këto fjalime është tregues si një momenti pjekurie politike të shqiptarëve. Prania e muslimanëve në shoqëri nuk justifikohet, por përgëzohet. Një vajzë që ndodh të eci rrugëve me shami, nuk është duke u trajtuar më si armiku i popullit që kërkon të kthejë Tiranën në Teheran, por ftohet në sofër. Sociologët të religionit prej kohësh kanë vënë në dukje tensionet e mbarsura në modelin francez të laicizmit dhe faktin se ky model përballet sot me nevojën për t'u reformuar. Ky laicizëm është ndërtuar mbi supozimin se shoqëritë moderne do të avancojnë në mënyrë lineare drejt braktisjes së fesë, apo se feja përbën një rrezik prej të cilit shteti duhet ta mbrojë qytetarin. Në rang global, ky lexim i historisë ka dëshmuar të bëhet i gabuar. Feja ka vazhduar të bartë një rol thelbësor për njerëzimin. Modeli më respektues ndaj fesë të shekularitetit anglosakson prezantohet gjithnjë e më tepër si alternativë pragmatiste ndaj një lloji militantizmi laik. Pse shkon kryeministri i Shqipërisë në evente përkujtimore të komunitetit musliman? Përgjigjja e thjeshtë do të ishte se ai është kryeministri i muslimanëve, ashtu si edhe i të gjithë qytetarëve të tjerë shqiptar. E megjithatë, fakti që një pjesëmarrje e tillë problematizohet në ligjërimin publik është tregues i bagazheve të trashëguara, për të cilat, nga fjalim në fjalim, nga një trajyz iftari në tjetrën, shohim ungulsimin e kryeministrit Rama për të orientuar ligjërimin publik drejt tejkalimit të tyre. Kam prirjen të besoj se kjo vjen edhe nga vetdia se interesi ynë i përbashkët dikton forcimin e kohezionit social përtej përpjekjeve të vjetëruare për të fshehur Islamin e shqiptarëve. Pozicioni i vet kryeministrit si krishter e kursen atë moshta komplekset nga të cilat kanë vuajtur pushtetar të tjerë, që në vitin 2016 kem kontribuar në një raport për Parlamentin Evropian mbi islamofobinë në Europë, ku mbulova pjesën që lidhej me Shqipërinë. Po atë vit, i njoftova hartuesit e raportit se nuk do të vazhdoja me kontributin tim, pasi besova se shteti shqiptar po lëvizte drejt një ligjërimi të ri identar, që nuk kërkonte të afirmonte europianizmin e tyj nëpërmjet islamofobisë. Kjo nuk do të thotë se Shqipëria, ashtu si edhe vendet të tjera, nuk do të kishte shembujt e vet të paragjykimeve, e ndoshta edhe të diskriminimeve, por qesh nga rënja e komunizmit,
pavarësisht ngjarjeve madhore që kanë diktuar qëndrimet globale ndaj muslimanëve, si fjala vjen krijimi i ISIS-it, ne shohim këmbguljen e mirëfillt të kryeministrit të Shqipërisë për të distancuar përfaqësimin e muslimanëve shqiptar nga këto tensione globale, si edhe për të normalizuar praninë e tyre në sferën publike. Ky zhvillim ishte tregues se afirmimi i europianizmit të shqiptarëve nuk ndjente më nevojën të artikulohej në forma përjashtuese. Në disa prej përshëndetjeve në tryezat e iftarit, Zotri Rama duket të insistojë në rëndësinë e pjesëmarrjes në këto sofra të shqiptarëve me besime të ndryshme apo edhe pa besim fetar, duke projektuar tryezën e iftarit si një platformë që përtej domethënies fetare mbart një funksion civil që tejkalon ritualin, një lloj ekumenizmi qytetar që thekson rëndësinë e simbolikës së ndarjes së bukës me njëri tjetrin, pa u imponuar besnikëri doktrinare. Ashtu si këto fjalime nuk hezitojnë të shpallin çlirimin nga historia, me të njëjtën liri që Zotri Rama lexon dhe citon tekste e personalitete, pa u kushtëzuar nga kanonet, dhe me të njëjtën vendosmëri, ai duket se artikulon një vizion te ideologjik të qytetarëve shqiptar me besime të ndryshme apo pa besim fetar. Këto fjalime, qartazi, bartin ngacmime momentale, cytje që lindin nga vërejtja e një njohuri apo nga përshtypja e lënë prej një leximi. Ato sjellin zërin e vetë Edi Ramës, jo vetëm si kryeministër, por edhe si pjesëmarrës në bisedat e përditshme të shqiptarëve. Në këto fjalime, ai shpesh shpreh edhe qëndrimin e vet mbi besimin, apo kërkon të ngjallë reagimet e mysafirëve në tryeza që më sa duket i ka ideuar vet, infrymëzuar nga e hona ngjarje shtronditse nga bota, tryeza që krijojnë një klimë për afrimi. Vërtet, në këto sofra, kryeministri shpesh është mysafir i ftuar, por e njëkohësisht, ai duket se bëhet vetë një koqiri që u thot bujrum muslimanëve shqiptar në sofrën kombëtare. Herë me të drejtë, herë ndoshta edhe jo, muslimanët e Shqipërisë pas viteve 90 shpesh kanë ndjerë të marginalizuar. Këto fjalime janë tregues të vullnetit dhe vizionit politik për të ndryshuar këtë klimë. Për rrjedhoj, ky libër ka fituar vendin e vet si dokumenti i këtij momenti transformues në mënyrën se si shteti shqiptar përfytyron qytetarët e vet musliman. Dr. Besnik Sinani, Qendra për Teologji Islame, Universiteti i Tübingen, Gjermani.